Ky emision mundësohet nga Mbrëma dhe përshëndetje miqtë e mi të dashur të Zoom, për i takomi kështu edhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin, ku për gjatë këtyre minutave do të mundohemi me ju informu, po pse jo, edhe me ju argëtu me personazhe që kanë bëjnë me botën e artit, kulturës dhe showbizit. Por si fillim do të me falenderu Gjenis Makeup që për këtë herë është kujdes për grimin tem. E tani është koha për të kaluar te ato falenderimet e tjera që bëjnë të mundur realizimin në Zoom. Bëhet fjalë për Ngizi Restaurant, falimderit shumë Dent EOS dhe falimderit shumë Villa Astra. E në rubrikën e parë është një personazh që i ka mungu ekranit, e rikthimin ka vendos me bonën Zoom. Se për kë bëhet fjalë do e kuptojmë së bashku tani. Intervista javës sjell këngëtarin e njohur Alten Hajzeri, i cili do flet shumë sa i përket sezonit së verës 2025 dhe angazhimet e tij në vazhdimsi. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes. Mirë se vini në Villa Te Astra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Te Astra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Te Astra e shijoni luksin që meritoni. Zgjedh Dent EOS për një buzëqeshje që ndriçon. Unë e bëra zgjidhjen time e jam duke ndryshuar sigurisht me shërbimet që mora në Dent EOS. Një këngëtar i cili është aktiv ko pas kohe me projekte të reja, ama këtë sezon e pati goxha të ngarkuar me dasma dhe ajengje familjare. Bëhet fjalë për Alten Hajzeri. Kemi pas angazhime gjatë gjithë kohës, më me thonë, korrikun edhe gushtin e kom pas 90% e bllokum. Mirë po ka dosh Zoti me punë dhe me sukses, kemi dalë të kënaqur. Shumë pyetje e mirë. Unë zakonisht e praktikoj qeshorin për pushime,
se na vim pak më qetësua dhe me konë ma të pushueshëm për fillimin e sezonës. Pushimet zakonisht i bëjnë qershor dhe fillimi i shtatorit. Na edhe hopëm edhe e mbyllëm. Jena ma me pak prezencë njerëzve në pushime, mirë po neve na duhet qaja, se neve na vim me konë sa ma të pushueshëm, sa ma të qetë, ma largë zhurmav, që kur të filloj me punë në sezon, mëj me thonë fillimi i korriku deri në fund gushtit, me konë sa ma mirë pran dasmorve, pran musafirve që na presin në prahingjit e tyne familjare. A i për këtë pjesë tregon pak detaje dhe nga prapaskenat e një dasme, sa është sfiduese të kesh bashkëpunëtor të mirë. Fillimisht i falenderoj krejt bashkëpunëtorët, krejt muzikantat që punoj bashkë me ta. Të unis prej zërimit, muzikantit që punoj 90% rasteve me të është e nisi, kam producentat që punojnë në studio dhe ata janë Gent Studio, falenderoj për zemërsisht. Jam me një staf dhe jam me një ekip të mrekullueshme për arsye që në momentin që unë e marr datën, unë me njëre transmetoj të ekipa. Edhe ja u dërgoj automatikisht për arsye që mu liru edhe përgjithësia prej meje. Se performanca live ka specifikat e veta veç se po e dim, por Altini ka vendosur të hap zemrën e të ndajmë shikuesit edhe një përvojë aspekt të këndshme që i ndodhi gjatë kësaj sezona. Një vend në Shkodër e kom pas një darsëm, nuk është që jam dashëm të kënaqëm. Mirë po, me ato temën unë i kom të regu se fillimisht a e din kënë e ke marrë ndarësëm, se në fillim më ka thonë është ketë në regull. Unë i kom të regu, në kam reportar të emin, mirë po mundumi me u përshtatë çdo krahinë tjetër. Qa ka ndosht ata, ose më saktë çka ke ofruti që atyre nuk ju ka doke mirë? E që për Muj me cek, është puna e ritmit. Unë e sa kom kuptu është puna e ritmit se ka nga qyshe dënë shoqënia, knohet Shqip, si në Shkodër, si në Prishtinë, si në Gostivar, ajo knohet qyshe dënë shoqënia, flaklet kallet shtëpia, nuk mundet me ndryshu asnjëherë. E ndryshon mirë po tani ato senet me autorin në fjallë kush e ka bo, mund është me hasë në vazhdim, ajo knohet gjithmonë njëjtë. Tash të flas anën e muzikës pak, ritmi i shotës ka thimbje të ndryshme, që mundet më bo, ka nga është në ritmin e shotës, edhe ata i kanë do ritme pak ma ndryshe, pak ma të veçanta. Ana e tyne, edhe e kom vrejtë se për derisa e knejsha une, nuk ka pas reagimet mira. Në mon, kështë duar kërkitje, po jo ai entuziazmi i dasmorëve. Në momentin që e lëshoj me DJ, serë puna mi thonë dasmori të shë DJ pra. Se në momentin kur të kesh përdoret e mira jote, unë detyruar mi thonë, vazhdo me DJ, 2 orë gati knova, në mon, nuk ishtë që s'pat muzikë, e bona hyrjen e qiftit, i kryva ato ceremonit e vlefshme, vazhdo tash me DJ. Sa di mu lodhë... A i ke marrë pare, bile? Po. Po, që ato jënë ka vëzu korrekt. T'jem të qartë edhe t'jem se që ke puna e pagesës të çdo njani tani po folet në për rastë të ndryshme, unë jem ka vëzu shumë i sakt. Puna e më fletë, unë jem shku në ora 5. Më kanë thonë prej 7 dhe deri në ora 9 ka prita në kimin e bendin e vetë i shtati. A i po në faktin që prandaj janë projektet e reja me klipe që një dasmor të di cilësinë e një këngëtari, sidomos kur e thret në dasma. Të kalojmë tani tek një pjesë tjetër e që është për kraja për një artist të ri. Pse shqiptarët ma le të paguajnë një super këngëtar mbi 6 apo 8.000 euro për 30 minuta performancë? E hezitoj me pagu një artist të ri që ka bagazh artistik në ngritja. Kjo është kreti marrëveshje. Unë shpesh, sa i përket, po nis nga pyetjes parë se kjo pa të vazhdimsi, kam përkraje prej tashmë me qujt kolegë, se jemi të njëjtën lami edhe pse unë jam më i ri me më krahasu me ta. Kam përkraje të mrekullueshme prej disa prej artistëve, jo prej kategorisë shumë të lartë që janë me përvojë 40 vjeçare, e din çdo njani. Flas me përvojën, më me t'i përmend me emra. Buraku i famës, Buraku me famën, është Lilian Zenelaj, Potrin, Tirashiti, e kam një me krejt e kalej shumë mirë edhe më kanë respektu ku dhe që unë jim kom prezent, Endrit Ademi,
janë me përvoj ma shumë se une, edhe janë skenë ma aktiv se une, ama mu më kam përkra që kjo shtres, që kjo kategori, se këta janë kretë të si një kategori, se cili me atë punën e vetë, mirë po flasë si me mosh edhe si me punë, në skenë janë si njëjtë, mu më kam përkra shumë edhe ja u vlerësoj shumë. Kategoria e naltë, nuk është që na bjen shumë e u taku për vetë se në gjirime, e kanë një sjellje të mrekullueshme dhe t'i dhojnë tash patëm gjirime festive, edhe ndaro mu taku me 90% të estradës. Nej saltem, po i bi më shkurt të shqip, është dikush në estradë që nuk e meriton vendin që e ka, ose që ti nuk i ki punë të mirë me të. Po flasë se neve që merremi me këtë pjesë dhe jemi në syrin e popullit, kem provokimet vazhdueshme, edhe unë jam asnjëri që i nuhas ato, më me thonë që ndodhen ashtë 270 persona veç në rrjetin Instagram. Nuk po flasë estradë, po flasë njerëz në përgjithësi, që mund me bo thjesht ta mos impulsin, të bojnë pyetje që zbohen, këshyrin me tronu një marsh, këshyrin me ta nxjerr një llaf, e din kolegët e mi, se ka shumë kësi njerëz dhe kem shumë provokime prej njerëzve. Ka dosh zoti deri sot nuk jam ra prej asnjëherë. Pas ka dhe që setëm. Ka dhe kësi. Edhe një llaf deshta me thonën, sa i përket pjesës të artistave, që ke pjesa i ka bo 10 vjetë. Unë gjithmonë nisna me atë pjesën se cili e ka atë riskun e vetë, se cili e ka çmimin e vetë mas pari. Nuk më në mu krahasu me një këngëtar që është yll në estradë. Ka përvoj sa 2 herë vjetë e mija, edhe ai për, unë jam 24 vjeçar tash gati, 24 bojnë 28 vjetë. Ai 28 vjetë sa ka shpenzu dhe sa ka kalu kohë me mriq ato ku është, nuk më në me ditë asnjëri prej neve. Edhe unë jam shumë dakord për derisa aja ka qitë çmimin vetës. Në rregull, te na në gjendjen tonë ekonomike si Kosovë e vogël po e mirë shumë, është e tepërt për dikën, mirë po për derisa i pranon publika dhe ajo publika parët, edhe dohen shumë të kënaqur, na nuk mundem më përzin atë pjesë. Për në Zoom, Hajzeri ka zbuluar se ka mbaruar disa projekte, por është duke incizuar edhe disa të tjera, që sipas tinës në cilën jemi shkojnë dhe baladat. Vesh për hatër të emleja, emrin të emleja, emrin të askush mos ta di më ka, tin tonë o shpirt se ta. Tregu kosovar shqiptar është çdo ditë me risia, është çdo ditë me sene të reja. Nuk e dojnë më edhe veç atë baladën qetë dhemshëm, me vujt, me thonë ashtu. Janë të edashtu, unë e kam një sistem ata që më njojnë edhe e din, unë e kam një sistem të kongëve që i bëjmë ma meritëm, janë ma të këcyshme, mirë po, janë teksti është, sigur konga e fundit, është veç për hatër tem, leja emrin tem, mirë po ndërku është meritëm. Edhe këcejet po dhe shqiptarët për dojnë që të farë trendi më i me thonë dhe që të pjesë. Pak para performancës së tij në një lokal në kryeqytet, ai ka një mesazh për të gjithë ata që po e shikojnë. Unë e ka dash zoti, e kam një rreth të mirë, kum punu shumë për me pas këtë rreth dhe me pas njerëz. Nuk është që jam dëshpru deri sot, në neja. Po, më mi përshëndet ata njerëz që e shohin çdo postim, i përshëndes shumë bile, e shohin çdo postim të emin, nuk flas për like edhe kësi se nuk jam met në asnjë sene, mirë po e shohin çdo postim të emin, kur më takon rrugë din me talu atë politikanin, po jalu në personit gabum. Hej bre, ku ke pram, o pikë, më ka met bre me ardhë, e pse bre s'po më thirr, a bedin, unë e postimin që e bëj. E she postimin shqiptarin, në fund ta bën, s'po thirr bre kur na ka si neje, po mirë i shkon. Bedin që kjo të mytë edhe është, po unë gjithë ja u behajtë se të thirr, ja, më kupton. Unë nuk mëj me të thirr, për derisa e qes postimin, ajo është ftesë kushdo që ka kohë mundësi edhe qef me ardhë. Edhe jam shumë mik prec ndaj musafirëve që më vinë. Si ata të rrethit tem, si ata që vinë që nuk i nja heq.